Një biftek viçi 4.000 lek krahasuar me këtë që kushton 30.000 lek. Kush ka shije më të mirë? Ky është bifteku nga vic qumshti që normalisht është shumë i shijshëm dhe i freskët dhe unë e marinova vetëm me krip të piper që të bëja krahasimin sa më të mirë të dy llojeve të mishit. Bëra një pjekje në temperaturë të lartë, prandaj e shikoni që ka shumë tym dhe kjo ishte rezultati. Goxha i mirë, por ndoshta pak fare i thatë. Ndërkohë kjo prirja që shikoni këtu është Fiorentina e famshme, që shikojeni sa e bukur që është. Edhe këtë unë e marinova vetëm me krip dhe e poqa në këtë tiganin si zgar. Duhet pjekur 5 minuta nga të dy anët dhe pastaj duhet lihet kështu nga ana e kockës. Bëra dhe prerjen të dyja anëve përreth kockës dhe kjo ishte rezultati. Një mish shumë i lëngshëm, i butë dhe që nuk duhet pjekur plotësisht, pra duhet i tillë. Për shijen pastaj kush e ka provuar e di vetë sa e mirë që është. Padyshim që Fiorentina merr pikët maksimale, por normalisht nuk e ham dot